Familja dhe mbështetja sociale kanë qenë në qendër të aktiviteteve të organizuara në Lezhë në kuadër të 15 majit, ditës ndërkombëtare të familjes. Institucionet vendore dhe ato të shërbimeve sociale janë angazhuar gjatë të gjithë javës me aktivitete ndërgjegjësuese dhe nisma me ndihmë të familjeve dhe shtresave në nevojë. Përmes takimeve, bashkëbisedimeve dhe aktiviteteve komunitare, përfaqësues të institucioneve kanë përcjellë mesazhe mbi rëndësinë e familjes si baza e shoqërisë dhe nevojën për më shumë kujdes ndaj kategorive vulnerabël. Të gjitha institucionet që ne sot kemi këtu, kemi një qëllim të përbashkët, familja, e cila na tregon sa e rëndësishme është që ne të kemi një familje të lumtur, që të kemi prindër që t'i trajnojmë, që të bëjmë qëndrimin pozitiv mbi gjithçka të kemi fëmijë të lumtur. Ne në hapat e jetës harrojmë nganjëherë ato momentet e vogla që t'ju kushtojnë më shumë rëndësi familjarëve, prindërve, gjysheve, t'ju kushtojnë më shumë afërmitet, t'jemi më afër tyre, t'i mbështesim më shumë, sepse nga ritmi i jetës nganjëherë harrojmë. Por na bën që kjo javë të reflektojmë të gjithë dhe të jemi më pranë njëri tjetrit. Deri bazë një shoqërie është familja, sepse aty ngjitet gjithçka. Nga problematika e familjes varet njëkohësisht edhe qasja e shoqërisë për të sjellë me veten dhe për të zgjidhur ato. Por mbi të gjitha, nga vlera e familjes varet e transformimi i shoqërisë. Secili prej nesh ka një mundësi shumë të veçantë për me reflektuar rreth vlerës më të rëndësishme që kemi familjen. Java familjes duhet të na kujtojë njerëzit të kemi nevojë për mbështetje dhe për kujdese për secilin prej nesh. Që vërtet të investoj në kohën kushtuar familjes, të investoj në rritjen e familjes dhe të investoj vazhdimisht në mbështetjen e familjes dhe në ato momente kur familja është në vështirësi. Kemi familje shumë shëndetshme, por fokusi jonë duhet të jetë tek familje që kanë më shumë nevojë. Pjesë e aktivitetit ishte edhe një panajër informues i organizuar në qytetin e Lezhës, ku institucionet dhe organizatat prezantuan programet sociale, programet mbështetëse dhe shërbimet që ofrohen për familjet, fëmijët të moshuarit dhe personat në nevojë. Aktiviteti synon afrimin e qytetarëve me shërbimet sociale dhe rritjen e informimit mbi mundësitë e mbështetjes në komunitet.